Udhëtimi i vetmisë, si të zbulosh fuqinë tënde të brendshme sipas Carl Jung. Përshëndetje, miq. Sot dua të flasim për diçka që na prek të gjithëve në një moment ose tjetër të jetës, atë ndjenjë të thellë vetmie, atë errësirë që duket sikur nuk ka fund. Nuk është thjesht mungesa e njerëzve rreth teje, por një gjendje shpirtërore ku ndihesh i shkëputur nga gjithçka që dikur të bënte të ndjeje siguri. Carl Jung, një nga mendimtarët më të mëdhenj të psikesë, e quante këtë udhëtimi i detit të natës, një fazë ku shpirti yt po përgatitet për një rilindje të madhe. Por le të fillojmë nga e para. Imagjinoni se jeni duke ngjitur një mal të lartë, i mbuluar me mjegull të trash. Nuk shihni asgjë përreth, nuk dëgjoni zëra, as brohoritje, as këshilla. Vetëm hapat tuaj që bëni njehon në heshtje. Ky nuk është një dënim, por një provë. Është momenti kur forca jote e brendshme fillon të formohet, një forcë që nuk ka nevojë për lëvdata apo vlerësim nga jashtë. Jung thoshte se problemet më të mëdha të jetës, ato emocionale, shpirtërore, nuk zgjidhen kurrë plotësisht. Ato nuk zhduken si me magji. Në vend të kësaj, ne i kalojmë duke u rritur mbi to sot, do të eksplorojmë si ta bëjmë këtë, nga vetmia si shpërbërje deri te zbulimi i dritës së brendshme. Le të zhytemi thellë, sepse ky udhëtim nuk është për të dobëtit, është për ata që duan të bëhen të pathyeshëm. Pika 1. Problemet e jetës si sfida të pasgjithshme. Le të fillojmë me idenë bazë që Jung na lë në trashëgimi. Jeta nuk është një libër me zgjidhje të lehta. Ka probleme që duken si male të pathyeshme, marrëdhëniet që nuk funksionojnë, humbjet që lëndojnë thellë, ose ajo ndjenjë e brendshme se diçka mungon. Videoja ime e sotme, e frymëzuar nga Jung, thekson se këto nuk janë gabime që duhet t'i rregullosh me një formulë magjike. Ato janë pjesë e thelbësishme e ekzistencës sonë. Për shembull, mendoni për dikë që ka humbur një punë të dashur. Nuk ka një zgjidhje që ta kthejë kohën pas. Por çfarë ndodh nëse e shihni si një mundësi për të tejkaluar? Jung besonte se ne jemi të destinuar të ballafaqohemi me to, jo për t'i shkatëruar, por për t'i integruar në historinë tonë. Kjo do të thotë të pranosh dhimbjen pa u dorëzuar, të lëvizësh përpara duke e mbartur si një plagë që shërohet gradualisht. Nëse je duke kaluar një periudhë të tillë tani, pyet veten, çfarë po më mëson kjo? Jo pse ndodhi, por si mund ta përdor për të rënë më fort. Kjo qasje ndryshon gjithçka, nga viktim bëhesh krijues i fatit tënd. Dhe kjo nuk është teori, është realiteti i jetës që ne të gjithë jetojmë çdo ditë. Pika 2. Ngjitja në malin e mjegull, faza e vetmisë fizike dhe shpirtërore. Tani, le të flasim për atë fazë specifike që Jung e përshkruante si ngjitjen në një mal të mbuluar me mjegull. Imagjinoni, je vetëm, pa shoqërues, pa zëra që të inkorajnosh. Nuk ka telefonata, as mesazhe, as like në rrjetet sociale. Vetëm ti dhe mendimet e tua. Kjo nuk është rastësi, është një fazë e nevojshme në ciklin e jetës. Jung thoshte se këto momente formojnë individimin procesin ku bëhesh vetvetja e vërtet, pa maska. Pse ndodh kjo? Sepse kur je i rrethuar nga njerëz, është e lehtë të mbështetesh te ta për forcë. Por kur je vetëm, detyrohesh të gërmosh brenda. Fillimisht ndihesh i humbur, i frikësuar. Por gradualisht fillon të ndjesh një forcë të re, atë që nuk varet nga miratimi i të tjerëve. Për mua, kjo ka qenë e vërtet në momentet më të vështira, kur lash një marrëdhënie toksike, ndihesha si në atë mal, por pas errësirës doli një vetbesim që nuk e kisha imagjinuar kurrë. Nëse je aty tani, mbaj mend, kjo nuk është fundi. Është fillimi i një force që do të mbajë në këmbë edhe në stuj më të mëdha. Është si një far i brendshëm që ndizet ngadalë duke të udhëhequr vetë. Pika 3. Rilindja filloi me shpërbërje. Jung nuk e fsheh, çdo rilindje e madhe fillon me një shpërbërje të plotë. Është si një ndërtesë që rrëzohet për të rindërtuar më fort. Kur nuk ke askënd për të mbështetur, kjo nuk është një dështim, është një shenjë se shpirti yt po përgatitet për një fazë të re. Imagjinoni një lule që hapet, së pari mustaqet e saj thyen, pastaj lind diçka e bukur. Po kështu, ne duhet të thyhemi për të rënë. Kjo shpërbërje mund të vijë nga një divorc, një humbje pune, ose thjesht një krizë identiteti. Jung e quante natën e errët të shpirtit, një periudhë ku gjithçka duket e kollë. Por këtu formohet fuqia jote e vërtetë. Ti bëhesh burimi yt i vetëm i forcës, pa varësi nga të tjerët. Për shembull, mendoni për artistët e mëdhenj si Van Gogh që krijuan kryevepra në vetmi, ose shkencëtarët që zbuluan formula gjatë izolimit. Shpërbërja nuk është fund, është furrë ku metalet e tua të brendshme shkrihen dhe riformohen. Nëse po kalon këtë, mos ki frikë, je duke u bërë një version i pathyeshëm i vetes. Lejoje veten të thyet, sepse nga aty lind diçka e pabesueshme. Pika 4. Vetmia si shkëputje nga e kaluara. Vetmia, sipas Jung, nuk është thjesht mungesa e njerëzve fizikisht. Është një ndjenjë e thellë shkëputje nga gjithçka që dikur të bënte të ndjeje se i përkisje. Familja, miq, rutina e përditshme, gjithçka duket e largët.
Kjo fazë e errët nuk është dënim, është fillimi i rritjes së vërtetë. Jung e krahasonte me një udhëtim i detit të natës, ku shpirti yt lundron vetëm në errësirë, duke u shkëputur nga persona, ato maskat që mbartin për botën. Persona është ajo që tregojmë jashtë, buzëqeshja e rreme në punë, fjalët e ëmbla për të kënaqur të tjerët. Por në vetmi, ato bien. Ti detyrohesh të përballesh me veten e vërtetë, me frikën, zemërimin, dëshirat e tua të fshehura. Kjo është palestra e shpirtit, ku thelbi yt farkëtohet në çelik. Fillimisht dhem si zjarr, por pastaj të bën të patunshëm. Për shembull, unë kam pasur periudha kur ndihesha si një anije e braktisur në oqean. Por aty, brenda heshtjes, zbulova se kisha fuqi për të naviguar vetë. Nëse je i shkëputur tani, mos e lufto, përqafoje. Është udhëtimi ku bëhesh i pavarur, i lirë nga zinxhiret e së kaluarës. Pika 5. Ndalo kërkimin e ngushëllimit nga jashtë. Tani, një këshill praktike nga videoja, ndalo se kërkuari ngushëllim emocional nga të tjerët. Kjo tingëllon e ashpër, por dëgjo, kur vrapon të miq për një bisedë të gjatë sa herë që ndihesh i lënduar, po krijon një varësi emocionale. Është si të mbështetesh te një kullërore, duket solide, por shpërthen në stuhi. Pavarësia emocionale do të thotë të dish të ngushëllosh veten, të ndihesh i plot edhe vetëm. Si ta bësh? Fillimisht, pranoj ndjenjat pa gjykim. Thuaj, po, dhem, por unë jam këtu për veten time. Pastaj, merr një veprim të vogël, një ecje, një meditim, ose thjesht një frymëmarrje të thellë. Jung besonte se ne kemi një vetë të brendshme që di gjithçka, nuk kemi nevojë për përgjigje të menjëhershme nga të tjerët. Komplimentet? Ato janë si ëmbëlsira të këndshme, por nuk të ushqejnë. Kur ndalon se kërkuari ato, hapësira brenda teje mbushen me forcë të vërtetë. Për mua, kjo ka qenë ndryshimi më i madh, nga dikush që donte miratim, u bëra dikush që vetë besohet. Provoje sot, ulu vetëm për 10 minuta, pa telefon dhe dëgjo zërin tënd të brendshëm. Do të habiteni sa i plot je. Pika 6. Ndalo ankesat nga viktimizimi të veprimi. Një tjetër armik i padukshëm, ankesat. Ato duken si një mënyrë për të hedhur peshën, por në të vërtetë forcojnë besimin se je i pafuqishëm. Çdo herë që thua, pse unë? Jeta ime është e padrejtë, po ankoron veten në zonën e rehatisë së viktimizimit. Kjo nuk të çliron, të mban peng. Videoja sugjeron, ndrysho pyetjen. Në vend të pse unë, pyet çfarë mund të bëj me këtë? Ky ndryshim i vogël të kthen energjinë. Për shembull, nëse je i frustruar nga një situatë pune, mos u anko, merr një hap të vogël, shkruaj një ide të re, kërko një këshill praktike ose thjesht rregullo tavolinën tënde. Veprimet e vogla krijojnë momentum. Jung thoshte se rritja vjen nga integrimi i hijeson, pjesës së errët, jo nga shmangja e saj. Gabimet? Ato nuk e ulin vlerën tënde, e bëjnë rrugën tënde më reale dhe më të fortë. Mendoni për herët kur ke dështuar, a nuk ishin ato që të mësuan më shumë? Mos ki frikë ti pranosh, ato janë gurët që ndërtojnë ura mbi humnerat e jetës. Pika 7. Vullneti krijojnë frymëzimin, disiplina si armë. Për të ngritur veten, mos prit frymëzimin si një erë që fryn rastësisht. Vullneti e krijon atë. Disiplina të mban në lëvizje edhe kur gjithçka duket e kollë. Njerëzit me vullnet të fortë nuk janë pa emocione, ata ndjejnë trishtimin, zemërimin, por nuk lejojnë që emocionet t'i kontrollojnë. Jung e quante këtë kontroll i vetëdijshëm, aftësia për të drejtuar shpirtin si një anije në stuhi. Si ta zhvillosh? Fillimisht vendos rregulla të vogla, zgjohu në të njëjtën orë, lexo 10 faqe çdo ditë ose shkruaj 3 gjëra për të cilat je mirënjohur. Këto nuk duken heroike, por krijojnë zakone që të bëjnë të pathyeshëm. Kur guxon të shikosh thellë brenda vetes, në ato vende ku fsheh frikën, zbulon se je shumë më i fortë nga ç'mendove. Është si të hapësh një ark bosh të lashtë, brenda nuk ka vetëm plag, por edhe thesare. Provoje, sot, përballo një frikë të vogël. Do të shohësh se fuqia jote nuk është diçka që pret, ajo është aty, duke pritur të zgjohesh. Pika 8. Nuk ke nevojë për kuptim të plot nga jashtë. Në fund, një truth e madhe, nuk ke nevojë që askush të kuptojë plotësisht. Shumica e vuajtjeve vijnë nga kjo ethe për miratim, pse nuk më kupton? Pse nuk më sheh siç jam? Por dashuria e vërtet nuk kërkon kuptim të plot, kërkon pranim të plot. Kur ndalon se kërkuari vlerësimin dhe kuptimin nga jashtë, fillon të zbulosh burimin tënd të brendshëm të dritës. Jung thoshte se ne jemi ishuj në një det të madh, të lidhur, por të pavarur. Ti nuk je i dobët për atë që nuk kuptohet, je i fortë pikërisht sepse ke thellësi që të tjerët nuk e arrijnë. Imagjinoni veten si një fener në detin e natës, nuk pret që anijet të falenderojnë, thjesht ndrit. Kur e kupton këtë, fillon të shkëlqesh natyrshëm, duke udhëhequr të tjerët me praninë tënde. Nuk je kurrë i vetëm në këtë udhëtim, shpirti yt është gjithmonë me ty. Përfundim.
Për të përmbledhur, miq, vetmia nuk është fundi, por fillimi i udhëtimit për t'u bërë vetvetja. Nga problemet e pasgjithshme, të ngjitja në malin e mjegut, shpërbërja që çon në rilindje, shkëputja nga maskat, pavarësia emocionale, ndalimi i ankesave, veprimet e vogla, disiplina që krijon frymëzim dhe pranimi pa kuptim të plotë. Gjithçka çonte një truth, nuk ishe kur i dobët, thjesht nuk e kishe parë ende sa i fort ishe. Sot, merr një hap, ulu në heshtje, dëgjo veten dhe lejo fuqinë tënde të lindë. Faleminderit që ndave këtë kohë me mua. Nëse kjo video të ndihmoi, pëlqeje, abonohu dhe komento poshtë, cila pikë të foli më shumë. Do të shihemi në video tjetër, vazhdo të ndritesh edhe në errësirë.